Ujor, kjo video është për ty. Sot do kanalizoj një gujtë shpirtërore të shkurtër se si do jetë viti i kalit për ju energjetikisht. Mos harroni që kjo është një gujtë e përgjithshme, nuk aplikohet për secilin për ju që doni gujtë personalizuara, mund të rezervoni gujtën tuaj kundrejt një pagese vetëm në mesazhe në Instagram. Si do jetë energjia juaj për gjatë vitit të kalit. Një mesazh që më vjen për t'ju thënë juve tani intuitivisht është: lejoni ndihmën t'ju vi, lejoni njerëzit përreth jush t'ju ndihmojnë, lejoni jetën, ëngjëjt e juaj apo Zotin, universin apo një, si të thua, është një energji më të lartë hyjnore t'ju ndihmoj. Hapeni veten tuaj ndaj ndihmës sepse do ju nevojitet shumë. Për gjatë vitit të kalit do përjetoni një inicim shpirtëror dhe njerëzor. Do përballeni me errësirën tuaj, me frikrat e juaja, me traumat, me gjërat që duhet të rregullohen, me gjërat që duhet të vendosen në një vit të drejtë. Do kaloni një transformim të thellë ku çdo qelizë e juaja do preket dhe do afektohet. Shikoni, është e njëjta energji tek të treja kartet. Viti i kalit do jetë transformim i gjallë për ju. Personi që jeni tani nuk do jeni vitin tjetër. I gjithë qëllimi i këtij transformimi është që ju të lëshoni të shkuarën negative, toksike, apo paternat, apo sistemet e besimeve që nuk funksionojnë më për ju, apo nuk nxjerrin jashtë më të mirën tuaj. Duhet të shikoni kush janë ato rrënjë të kalbura që ju vazhdoni të ujisni dhe kur nuk do kenë fryt apo nuk do japin rezultat. Lëshojeni çdo gjë që ju rëndon shpirtin, mendjen dhe trupin dhe krijoni hapësirë për të rinë, teksa transformoheni, do ngjisni shkallët dhe synimi është ky plazhi i bukur. Kjo parajsa në to, ky është synimi juaj. Kjo është ajo çka ju premtohet juve nëse ju lejoni veten të transformoheni në çdo nivel të mundshëm, si psikologjikisht, si në nivel shpirtëror, energjetikisht, nga ana emocionale, nga ana e karrierës, nga jeta personale, apo ju edhe si person me veten tuaj. Duke u transformuar, duhet të ridrejtoni pasqyrimin tuaj, të ridrejtoni jetën tuaj. Më erdhi një mesazh tani që punoni me ridrejtimin e çakrave brenda jush, pra me formullat energjetike vendosini në një vit të drejtën të gjitha të balancuara në mënyrë që ju të keni qartësi se çfarë doni, të jeni lidhur me atë që doni dhe të veproni kundrejt asaj që ju doni, në mënyrë që të manifestoni jetën që ju meritoni. Mos e shmangni këtë transformim sepse është vërtet shumë i nevojshëm për ju. Ju ndjek pak energjetikisht tani që jeni si të hutuar, jeni kështu si të mbingarkuar dhe po ju vjen direkt dëshira për t'ju shmangur këtij transformimi. Mos e bëni këtë gjë, sepse nëse i shmangni këtij transformimi, pasqyrimi i jetës tuaj do jetë gjithmonë i thyer, nuk do jetë asnjëherë i plot. Viti i kalit për ju ka vetëm një këshill: lejoni transformimin të ndodhi, sepse do ju ndodhi një transformim shumë i madh që do ju prekë çdo fushë të jetës tuaj dhe do prekë çdo qelizën tuaj. Ju lutem, përqafojeni këtë energji transformuese dhe lejojeni veten tuaj apo versionin tuaj të ri të marrë frymë nëpërmjet jush. Paçi mujor dhe shihemi në kujtat e radhës.